Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Jemi tani me titujt kryesor. Socialistët nuk e tërhoqën nga rendi i ditës në kuvent propozimin për heqjen e bashkëkryetarit dhe barazisë anëtarëve në Komisionin për Reformën Territoriale dhe thanë se do të presin deri në mbrëmje kur kjo pikë të diskutohet. Demokratët mohuan bojkotin me argumentin se mbledhjet ishin thritur pa u konsultuar me ta, por socialistët kërkuan që opozita të shprehë qartë as angazhimin se do t'i bashkohet rregullisht mbledhjeve. Përplasja e armatosur në Berberane të dielën në Lezhë nuk është për gjakmarrje. Deri më tani besohet se ngjarja është pasojë një konflikti të mbartur mes 3 rinjve të fisit të ish deputetit Arben Doka dhe nipit të biznesmenit të vrarë në Shëngjin Ardian Nikulaj. Edhe pse të armatosur deri në dhëm, Dokajt dyshohet se shkuan në Berberane ta dhunojnë brutalisht 21 vjeçarin, por u tërhoqën kur ai dhe një polic në Berberane nisën t'i qellojnë me armë. Në kërkim 3 persona nga ana e Ndokëve dhe Merando Nikulaj, i cili dyshohet i plagosur në këmbë. Banorët e fshatit Baks Riol në Velipoj vijuan në ditën e dytë protestën kundër ndërtimit të resortit nga kompania Gener 2 e Bashkim Ulajt. Sipas tyre, resorti po ndërtohet në tokat e tyre, të cilat i kanë të trashëguara. Sot banorët bllokuan rrugën Shëngjin Velipoj dhe më pas zbritën në kantier duke penguar makineritë e rënda. Policia ndërhyri duke shoqëruar 25 të rinj. 2 transferimet e Mercatos së dimrit, Kristian Aslani dhe Rej Manaj e kanë bërë kampionatin turk më të dashurin për futbollistët e kombëtarët shqiptare. 7 kuqezinj aktivizohen tashmë atje duke zbritur Italinë për herë të parë pas shumë vitesh si vendin e dytë ku luajnë më shumë futbollistë përfaqësues se son. Vetëm 5 kuqezinj në Serie A. Financial Times raporton se Ukraina ka një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën për zbatimin e një armëpushimi me Rusinë. Plani parashikon përfshirje graduale të forcave evropiane në zbatim dhe monitorim dhe në rast shkeljesh mbështetje të drejtë për drejtë ushtarake nga Amerika. Rusia ndërkohë sulmoi Ukrainën me rreth 500 drone e raketa një ditë përpara bisedimeve trepalçe në Abu Dhabi. Ndryshe nga sa pritej, kushtetuesja sot nuk ka një vendim për çështjen Balluku, por se çfarë ndodhi në mbledhjen e gjyqtarëve, detajet i mësojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga kolegja Esiona Konomi. Esiona, të përshëndes, çfarë ndodhi sot në kushtetuese? Arlind, kjo është hera e dytë që gjyqtarët kushtetues kishin parashikuar të merrnin një vendim për zonjën Balluku dhe nuk ja kanë dalë ta marrin këtë vendim as sot. Dhe sërisht edhe sot si herën e parë pretendojnë se ju duhet më shumë kohë. Duhet të sqaroj se zyrtarisht gjykata kushtetuese nuk ka bërë asnjë komunikim për publikun, as për të thënë që ishte parashikuar të merret sot një vendim, as për ta njoftuar se ky vendim nuk u mor sot. Por me burime pranë kësaj gjykatas kemi mësuar se gjyqtarët kushtetues sot kanë shqyrtuar 2 çështje të tjera për individ që nuk kanë rëndësi publike. Dhe kur ka ardhur puna tek çështja e tretë e parashikuar, çështja Balluku, gjyqtarët kanë vlerësuar se nuk mund ta hapni këtë çështje, këtë dosje, pasi koha e ngelur në dispozicion për ditën e sotme nuk ju mjaftonte për të dalë me një vendim. Sipas tyre kanë rënë dakord që kur ta hapin dosje Balluku të kenë kohë mjaftueshme që brenda ditës të japin dhe vendimin. Kjo është çështje me interes të lartë publik dhe kjo është dita e 13 që nga 22 janari që gjykata kushtetuese është tërhequr për vendim, por akoma nuk ka përcaktuar një datë se kur mund të japë të vendim. Dhe për qartësinë e publikut bëhet fjalë për kërkesën e kryeministrit Rama, i cili po themi është kundër spakut dhe gjykatës posaçme dhe kërkon që pezullimi i ministres dhe zëvendës kryeministres Balluku të shfuqizohet pasi është një masë antikushtetuese. Gjë për cilën duhet japë një përgjigje gjykata kushtetuese dhe përveç se jo thjesht faktin që duhet apo të qëndrojë në detyrë zonja Balluku si zëvendës kryeministre dhe si ministre, por edhe për faktin se gjykata kushtetuese e lidh këtë vendim për masën e pezullimit me vendimin që ajo duhet të marrë për një kërkesë tjetër nga spaku, kërkesën për të arrestuar zëvendës kryeministren, por as sot nuk mund të themi saktësisht se kur mund të jetë kjo datë nga gjykata kushtetuese, e cila edhe pse janë drejtuar pyetje nga gazetarët në mënyrë të detajuar gjyqtarëve, kryetare, zëdhënëses, nuk kanë ndarë
asnjë informacion publik për këtë çështje me ndjeshmëri të lartë publike. Lesiona, të falenderoj për këtë shpjegim dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë, socialistët nuk tërhoqën nga rendi i ditës në kuvend heqjen e bashkëkryetarit dhe të barazisë së anëtarëve në Komisionin për Reformën Territoriale dhe thanë se do të presin deri në mbrëmje kur kjo pikë të diskutohet që opozita të shpreh angazhimin se do t'i bashkohet rregullisht mbledhjeve. Nga ana tjetër, demokratët mohuan ta kenë bojkotuar komisionin me argumentin se mbledhjet ku kanë munguar janë thritur pa u konsultuar me bashkëkryetarin demokrat. PD-ja vazhdon, do vijoj tjetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ky prononcim mediatik të hënën në mbrëmje i bashkëkryetarit të Komisionit të posaçëm të Reformës Territoriale, Luciano Boçit, nuk i bindi socialistët se pas bojkotit 2 mujor të ndërmarrë me urdhër politik të Sali Berishës, opozita kishte zgjedhur realisht kthimin në tryezën e diskutimit parlamentar. Arsye për të cilën seancën plenare këtë të njëjtë nisën pa të rreshur nga rendi i ditës pikën 13 të tij për heqjen e bashkëkryetarit dhe barazisë numerike të anëtarëve në Komisionin e posaçëm mes mazhorancës dhe opozitës. Dali këtu bashkëkryetari tjetër, letë më sfidoj, letë thoj që po mbledhja është thirrur me konsulencën e bashkëkryetarit. Jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nul. Dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot, nuk janë thirrur në konsulencë. Kjo është e turpshme. Ju qa thonin dark, nuk e thonin mjes. Zonja dhe zotrin të Partisë Demokratike, aq sa keni mbetur këtu. Ju angazhoheni që të merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e Komisionit të posaçëm, ta dim. Dhe këtë gjë e keni deri në darkë kur të jetë vendimi. E kam edhe një thirrje këtë për kolegët e opozitës. Nuk e kuptoj se si mund të ulesh me Ramën kur Rama të kërcënon, kam numrat edhe nuk pyes për ty. Edhe i lutemi Ramës tani që na pritnë në komision. Ju lutem. Tensionet në seancë nisën menjëherë sapo në fultore u shfaq Sali Berisha. Ju bllokoni heqjen e imunitetit një njeriu që të paktën 1.2 miliard me këto dosje gjerë tani me patronin e saj ja u ka dhjedhur shqiptarëve, që ajo ju urren ju. Dhe ju këtë dini dhe prapë mbroni. Ju i në keqja banale, por Rama do u marrë me vete ju garantoj. Kur ti drejtohesh pikraut këte, duhet ta lash mirë gojën. Sepse ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur 9 grada për korrupsion. Ti Josefin, të lutem, mos u bëj si kur dhem shpirti për Saliun, se në 2021 kemi bashkëpunuar bashkë kundër Saliut, sa për korrektesë, që të lutem. Ju lutem, uluni. Kjo përplasje ndërpreu seancën për disa minuta, ndërsa më herët kalendari për seancat e ardhshme gjatë shkurtit u miratua vetëm me votat e mazhorancës. 72 pro. Nevoja për ndërhyrjen në kodin penal dhe atë të procedurës penale për t'i dhënë përgjigje problematikës me numrin e lartë personave që mbahen në paraburgim pa një vendim fajsi është, sipas ministrit të drejtësisë Besfort Lamallari, problemi kryesor me të cilin përballet vendi. Këto komente ministri i bëri gjatë fjalës së tij në interpelancën e thirrur nga Partia e Lirisë për trajtimin e Ilir Metës. Prej vitesh në Shqipëri numri i të paraburgosurve mbi 2600 përbën shumicën e personave të mbajtur në institucionet e vuajtjes së dënimit. Së fundmi çështja po trajtohet si një emergjencë edhe nga autoritetet. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari edhe në ndërhyrjen e tij në parlament këtë të martë ju rikthye nevojës për ndërhyrje ligjore. Duke dashur këtu të përcjell dhe shqetësimin e ngritur dhe nga Këshilli i Evropës, si mbi kohën e gjatë të qëndrimit në paraburgim, apo dhe nevojën për të ndërhyrë në kodet, respektivisht kodin penal dhe kodin e procedurës penale për të garantuar pikërisht të drejta dhe trajtim dinjitos për gjithë paraburgosurit, të bëjmë gjithë bashkë dhe gjejmë gjuhën e përbashkët për përmirësuar kodet, për të ulur marzhet e dënimit, të cilat për fat keq ende sot e kësaj dite trashëgojnë një mendësi të një kulture politike atavike,
ndoshkuese, represive. Pak ditë më parë ekspertët ndërkombëtar të angazhuar nga autoritetet dhanë një sër rekomandimesh për të trajtuar dhe zgjidhur situatën. Ministri Lamallari ishte në parlament i thirrur në interpelancë nga deputeti i Partisë së Lirisë Edi Blushi, i cili kërkoi sqarime për atë që e quajti trajtim çnjerëzor ndaj Ilir Metës në paraburgim. Avokati i popullit ju ka lënë mbi tavolinë 9 rekomandime në lidhje me dhënien fund të trajtimit kriminal dhe çnjerëzor të ish presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, e rrëmbyet në mënyrë mafioze dhe për më shumë se 15 muaj vjoni ta mbani në izolim ekstrem. Por sipas ministrit Lamallari, avokati i popullit ka ofruar rekomandime të përgjithshme. Bëhet fjalë për rekomandime përgjithësuese dhe jo për një raport që konstaton shkelje konkrete apo përgjegjësi individuale në rastin e shtetësit në fjalë. Raporti në asnjë moment nuk konstaton dhe nuk përdor terminologjinë trajtim degradues apo çnjerëzor. Blushi kërkoi sqarime edhe për kufizimin e takimeve dhe telefonatave për ish-presidentin Meta. Kufizimi i takimeve të zotit Meta në vetëm 4 të tilla në muaj, kur ligji parashikon ndryshe, ju rikujtoj se përbën shkelje të rënd të kushtetutës. Gjithashtu ju rikujtoj një tjetër konstatim dhe që lidhet me kufizimin e telefonatave, një kufizim thellësisht antiligjor. Sistemi penitenciar nuk janë dhe nuk mund të jenë instrument i betejës politike dhe as studio televizive. Ministria e Drejtësisë mbetet e vendosur të garantojë barazi përpara ligjit, pa privilegje dhe pa përjashtime, pa skënd. Avokati i popullit në raportin drejtuar Drejtorisë së Burgjeve rekomandonte marrjen e masave të menjëhershme për të lehtësuar gjendjen e të paraburgosurit Ilir Meta, i cili u arrestua tetorin e vitit 2024, i dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Pas ankesave për njohjen e diplomave dhe efektin e tyre në pagë, mazhoranca po shqyrton një ndërhyrje ligjore që synon të barazojë trajtimin financiar të mësuesve të punësuar përpara reformës Bolonjës, duke korrigjuar një diferencë të krijuar nga ndryshimet në legjislacionin arsimor. Ato që nuk mundi të jap një zgjedhje gjykata kushtetuese në qershor të vitit e kaluar, po mundohet ta ndreq mazhoranca përmes një ndryshimi ligjor. Bëhet fjalë për një vendim të qeverisë që lidhet me mënyrën e llogaritjes së pagave për mësuesit. Deputetja socialiste Vis Kushi ka propozuar një shtesë në ligjin për arsimin parauniversitar, e cila sipas saj synon të jap fund shqetësimit për trajtimin financiar të mbi 11.000 mësuesve të punësuar në sistemin arsimor që janë diplomuar përpara hyrjes në fuqi të sistemit të Bolonjës. Një vendim qeveria e 26 qershorit e vitit 2024 që i bëri një rishikim kategorive të pagave dhe për edukatorët dhe për mësuesit në arsimin parauniversitar, ulte ndjeshëm pagën për këtë kategori arsimtarësh. Deputetja Kushi në ndryshimin ligjor propozon që njohja e diplomave para Bolonjës do të jetë e vlefshme me ato të marra 3+2 vetëm për efekt page. Në nenin 72 pas pikës 6 shtohet pika 7 me këtë përmbajtje. Personeli mësimdhënës edukator që zotëron diplom të ciklit të parë dhe ose të dytë të studimeve të arsimit të lartë ose të barasvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë që është punësuar në sistemin arsimor me kohë të plotë dhe pa afat përpara datës 1 mars 2017, pavarësisht nivelit të diplomës dhe kualifikimit, diploma e përfituar i njihet si arsim i lartë, 8 semestra për efekt page. Konkretisht, ndryshimi prek mësuesit dhe edukatorët e punësuar para datës 1 mars të vitit 2017, të cilët për shkak të ndryshimeve ligjore dhe përshtatjes me sistemin e Bolonjës, të cilëve deri tani është konsideruar diploma 4 vjeçare si bachelor. Në këtë kategori përfshihen edhe mësuesit që kanë ndjekur programe master profesional me 60 apo 90 kredite. E kontaktuar nga Report TV, deputetja socialiste Vis Kushi sqaroi se ky propozim lidhet vetëm me trajtimin financiar të mësuesve dhe nuk prek aspektet e tjera të statusit të tyre profesional. Kjo përbën ndryshimin thelbësor nga propozimi i deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa, e cila e kanë ngritur të njëjtën problematik, por ka propozuar ndërhyrjen në ligjin e arsimit të lartë dhe që kërkon që diploma 4 vjeçare të njihet si ekuivalente master në çdo efekt, jo vetëm për pagën. Ky riu është problematik për faktin sepse duan të vendosin një datë të punësuarit para 2017-ës, ndërkohë që duhet jetë për çdo mësues pavarësisht se kur është punësuar. Pra ligji e ka të parashikuar që për efekt page këta do të njiheshin. I vetmi ligj që nuk e kishte të parashikuar dhe ku kapi mazhoranca ishte ligji që unë
dua të ndryshoj për arsimin e lartë që i kategorizon dhe këta njësoj sikur kanë mbaruar arsimin e lartë dhe master. Këtë propozim të deputetës Zhupa mbështet edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar. E kontaktuar nga Report TV, kryetaria e sindikatës Alma Lama thotë se propozimi i Zhupës zgjidh tërësisht problemin për çdo kategori. Ministre e parë me inteligjencë artificiale Djella është vlerësuar me çmimin Future Fit Seal, edicioni i samitit të qeverive botërore. Ky çmim prestigjioz nderon iniciativat inovative dhe modele të reja qeverisje, të cilat përgatisin qeverit për sfidat e së nesërmes në sektorët e së ardhmes. E pranishme në ceremoninë e ndarjes së çmimit, Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha dhe e cilësoi një vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar këtë për Shqipërinë. Fjalim mbajti edhe ministria virtuale, e cila tha se ky vlerësim është frymëzim për të ecur para drejt një qeverisje të orientuar nga e ardhmja. Përplasja e armatosur në Berberhane të dielën në Lezhë nuk është një ngjarje për gjakmarrje, por deri tani besohet se është pasojë e një konflikti të mbartur mes 3 të rinjve të fisit të ish deputetit Arben Doka dhe nipit të biznesmenit të vrarë në Shëngjin Ardian Nikulaj. Edhe pse ishin të armatosur deri në dhëm, Dokajt dyshohet se shkuan në Berberhane ta dhunojnë brutalisht 21 vjeçarin, por u tërhoqën kur ai dhe një polic në Berberhane nisën t'i qellojnë me armë. Nipi ish deputetit socialist Arben Doka ishte në kërkim policor, por kjo nuk e ndali të përfshihej në një tjetër ngjarje kriminale. Kevin Doka dyshohet se me të atin gëzimin sulmua në një lokal dykushrinj dhe i bën për spital. Prej 12 janarit, policia nuk e kishte gjetur, derisa emri i tij del në një ngjarje edhe më të rëndë. Tashmë ai kërkohet për sulmin me armë të një shkurtit që la 2 të plagosur në Berberhane në Rill të Lezhës. Bashkë me të në kërkim janë edhe 2 të tjerë nga fisin Doka, Gerardo dhe Eliseo. Ata akuzohen si pjesë e grupit prej 7 personash, të cilët mbrëmjen e së dielës hynë të armatosur dhe me maska në Berberhane, 5 me kalashnikov dhe 2 me shkopa bejsbolli. U prezantuan si polic, por Merando Nikulaj, 21 vjeçari i afërm i biznesmenit të ekzekutuar në Shëngjin, Ardian Nikulaj në 2023-shin, kuptoi se nuk ishin efektiv. Policia thotë se edhe i riu, gjithashtu i shpallur në kërkim, ishte i armatosur dhe i sulmoi me armë autorët. Hetimet janë përqendruar të zbulojnë se kush qelloi pari me armë. Dyshime ka se sapo kanë parë personat e dyshim të parit ketë qelluar Merando Nikulaj për t'i zmbrapsur autorët. Mëtej sipas burimeve ka nisur të qellojë me pistoletën e shërbimit polici Besart Kovaçi, i cili ndodhej në Berberhane. Agresorët, të cilët erdhën me 2 makina, mendohet të kenë qelluar me breshëri Kallashnikovi gjatë largimit nga salloni, duke bërë shosh me plumba jo vetëm fasadën e xham të tij, por edhe disa biznese të tjera. Plumbat lanë të plagosur në këmbë Merando Nikulajin, i cili pas ngjarjes u largua dhe ende nuk është gjetur nga policia. Pavarësisht se mund të ishte shënjestër e agresorëve, edhe ai kërkohet për vrasje me dashje e mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, njëjtë si 3 kushinj Doka. Hetimet paraprake orientojnë drejt dyshimit se Ndokët donin të dhuronin rënd Merando Nikulajin dhe arsyeja mendohet se fshihet në një konflikt të vjetër mes tyre. Disa muaj më parë, palët janë zënë në kunet e Shëngjinit, fillimisht verbalisht, por më pas në ngjarje që ka pak detaje zyrtare. Nikulaj dyshohet se përplasën qëllimisht me automjet 2 pjesëtar të Ndokëve, të cilët po lëviznin me motocikleta. Efektivi policisë në Berberhane është arrestuar dhe po hetohet për shpërdorim të detyrës, ndërsa i plagosur pa faj. Në këtë përplasje mbeti berberi Sokol Daci. Përshkallëzohet protesta në rjoll të Velipojës, aty ku 10 banor janë ngritur kundër ndërtimit të resortit luksoz nga Bashkimi Ulaj që po zapton tokat e tyre. Policia ndërhyri me forcë duke shoqëruar në komisariat 25 të rinj. Ka vijuar në ditën e dytë protesta e banorëve të rjollit në Velipoj kundër ndërtimit të një resorti luksoz nga kompania Gener 2 në pronësi të biznesmenit dhe botuesit Bashkimi Ulaj. Banorët denoncojnë se resorti po ndërtohet në tokat e tyre që i kanë trashëguar brez pas brezi. Protesta nisi në orët e mëngjesit me bllokimin e rrugës kryesore Shëngjin Velipoj për rreth 1 orë. Tensionet nuk vonuan. Me 10 forcat të ndërhyrjes së shpejtë zbritën në terren dhe shoqëruan disa të rinj.
Pas bllokimit të rrugës, banorët zbritën në kantierin e resortit duke bllokuar makineri të rënda të Gener 2. Ata kërkojnë pezullimin e punimeve. Ktu kanë filluar zaptimi i pronave nga firmat Fantazëm, që ne i njohim si firmë, por është Fantazëm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt, për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhur dhe nuk është shënuar plotëren zyrtare. Ne janë të na marrë, na kanë hyrë si gabi qartë si ujqit, ne për pasuritë tonë, edhe ne jemi të ne si lepujt. Djeke na kanë ditur protestë, na kanë marrë nga çu si specat në komisariat. Na janë në tokë tonë, e s'po di më morr vesh me gërgen. Banorët theksojnë se po u grabitën toka që i kanë trashëguar brez pas brezi. Avokati Ndue Pjetra paralajmëron se punimet po kryhen pa u zbardhur ende leja e ndërtimit dhe thekson se banorët janë në proces gjyqësor duke pritur vendimin e apelit për pronësinë e tokës. Firma ndërtimit deri në momentin që ka marrë lejen është e lishme. Fatmir Shpeza ka falsifikuar dokumentat, ka marrë pronën, ndërsa kompania ja ka marrë këtë pronë, ja ka blesë. Si pas ligjeve, jashtë krejt okej. E vetmja gjë që nuk mund të fillojnë punime këtu, është për faktin se nuk ka zbarë leja. Duhet zbardhet leja, në momentin që zbardhet leja, këta nuk kanë nevojë se nuk hyjnë as si qytetarë këtu. Protesta zgjati për afro 5 orë dhe në fund zori banorëve u mbyll me ndërhyrjen e dhunshme të policisë, e cila shoqëroi 25 të rinj në komisariat. Ndërkaq më 15 janar të këtij viti, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka firmosur lejen e ndërtimit për resortin turistik gjigant në zonën bregdetare, ndërmjet Ranës së Hedhun dhe Velipojës. Kompleksi sipas projektit do të ketë sipërfaqe rreth 146 hektar, një nga investimet më të mëdha turistike në vend, por për banorët kjo leje nuk zhbën realitetin e ashpër, pasi toka e tyre është zaptuar nga privati dhe shteti është vënë kundër tyre për të shtypur protestën me dhunë. Ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me Rupafsh.